Një përshkallëzim i tensioneve mes Indisë dhe Pakistanit ka sjellë jo vetëm shqetësim ndërkombëtar, por edhe pasoja të drejtpërdrejta për qytetarët e pafajshëm të bllokuar në zonat e konfliktit. Një shqiptar nga Kosova, identifikuar si Çeki Hoti, ka mbetur izoluar në Pakistan pas përshkallëzimit të fundit të situatës ushtarake midis dy fuqive bërthamore të Azisë Jugore. Përmes një videoje të shpërndarë në rrjetin social TikTok në llogarinë e tij, Çeki Hoti 50 a njoftoi se është i bllokuar në Pakistan dhe nuk ka mundësi të largohet për shkak të mbylljes së aeroporteve dhe rrugëve. Video i tij u bë virale duke të rrishur vëmendjen shumë shqiptarëve që shpreh shqetësimin dhe mbështetjen për bashkëkombasin e tyre të ngujuar në një vend të përfshirë nga një krizë ushtarake dhe humanitare në arritje. Por ju që ju jeni të thënë që ja ka nisë lufta mes Pakistanit dhe Indisë, e di se këtu janë vetun, thot Hoti në videon e tij ai vion. E pse s'po ik prej andej, nuk munde me ik, aeroportet janë mbyllur, rrugët janë mbyllur, kështu që çka ka me të bo, se di as vet, jam të këshirë. Tensionet midis Indisë dhe Pakistanit shpërthyen pas një sulmi të rënd terrorist në Pahalgam, një vend i njohur turistik në rajonin e kontestuar të Kashmirit. Sulmi që ndodhi në fillim të majit 2025 rezultoi me vrasjen e 26 civilëve, duke shkaktuar një reagim të ashpër nga autoritetet indiane, të cilat akuzuan Pakistanin për mbështetjen e grupeve militante të përfshira në aktin terrorist. Në përgjigje, India nisi një seri sulmesh ajrore dhe me raketa ndaj cashjeve që sipas saj ishin bazat militantëve në territorin pakistanez. Pakistani reagoi me raketa dhe përdori dronë në përgjigje të sulmeve indiane, duke shkaktuar një situatë të jashtëzakonshme dhe të paprecedent që nga përleshjet e mëparshme në rajon. Situata u përkeqësua më tej nga vendimi i Indisë për të pezulluar traktatin e ujrave të Indusit, një marrëveshje etike për ndarjen e resurseve ujore mes dy vendeve që daton nga viti 1960. Ky hap ka shkaktuar pasoja të menjëhershme në Pakistan, ku tashmë raportohet mungesa serioze e ujit në disa rajone, duke përfshirë krizën humanitare, duke rritur frikën për një luftë të plotë në vazhdim. Mbyllja e aeroporteve dhe rrugëve toksore në zonat kufitare dhe në qytetet kryesore si Islamabad, Lahore dhe Karachi, ka lënë shumë njerëz të bllokuar për fshirje dhe të huaj. Shqiptari nga Kosova është një ndër ata që e kanë ndier drejt për drejt këtë situatë dramatike. Deri më tani nuk ka asnjë reagim zyrtar nga autoritetet kosovare apo shqiptare lidhur me përpjekjet për evakuimin e shtetasëve të tyre nga rajoni i rrezikuar. Organizatat ndërkombëtare përfshirë OKB-n dhe Komuniteti Ndërkombëtar të Kryqëzit të Kuq ka shprehur shqetësim për përshkallëzimin e konfliktit dhe pasojat humanitare që po vinë si rrjedhoi. Këshilli i Sigurimit të OKB-s pritet të mblidhet për të diskutuar për krizën dhe për të nxitur një zgjidhje diplomatike për parandalimin e një konflikti të plotë ushtarak.